që nuk do të ishte mirë për Kosovën. Instanca tjera, çfarë bie kjo? Duhet deputetët e partive opozitare të drejtojnë gjykatës kushtetuese tani ndoshta për ta qartësuar si situatë? Liderët e opozitës, opozita ka mundur ta bëjë këtë, po kam përshtypje që druajnë që pikërisht këtë dëshiron vetëvendosja, në mënyrë që ta zhagit çështjen dhe të bartë mbajtjen e zgjedhjeve nga fundi i vitit. Por pavarësisht nga kjo, unë mendoj që opozita duhet ta dërgonte çështjen në gjykatën kushtetuese, sepse para gjitha lojrave politike është kushtetutshmëria, ligjshmëria dhe rendi kushtetues. Shtetet nuk prishen vetëm me tanke, bomba dhe luftra. Shtetet nga njëherë prishen edhe nga brenda, dhe ato prishja atyre fillon me goditje ndaj kushtetutës. Kushtetuta është norma më e lartë juridike e një vendi. Kur ajo goditet, kur ajo bëhet objekt i lojës, ai shtet nuk ka të ardhmet mirë. Dhe ne jemi pikërisht në atë fazë, në fazën e lojës me kushtetutën, e cila në fakt ka vakume përsëris, por më parë kemi të bëjmë me lojra politike